Mirëmbrëma, pa unë bërkot dua të prezantoj listën e kandidatëve për deputet për qarkun e Korçës. Qarku i Korçës do të ketë 10 mandate deputeti këtë herë në këto zgjedhje, me formulën e kodit zgjedhor, siç e dini, lista e mbyllur është 30% e listës e numrit total të deputetëve, do të thotë ne kemi 3 deputet në listën e mbyllur, do të jetë Niko Peleshi, Romina Kuko dhe Genti Lakollari. Romina Kuko është lindur në Korçë në vitin 1984, shëritur në Korçë, pastaj shkolluar në psikologji në Universitetin e Sheffieldit, ka bërë një sër kualifikimesh të tjera pas universitare, ka një karrierë tashmë të gjatë në administrat, por edhe në organizata ndërkombëtare, siç është OSBE. Aktualisht është kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës, por do të rikthehet në Korçë në vendlindjen e saj. Është zëvendës ministre e Ministrisë Punës Brendshme, ka dhënë kontributin e vet, siç e thash, jo vetëm në administratën tonë shtetërore, por edhe në organizma të tjerë, ka një eksperiencë pra të gjatë dhe jam shumë i kënaqur që do të jetë pjesë e skuadrës tonë, do t'i bashkohet skuadrës tonë në qarkun e Korçës. Genti Lakollari është një djalë i ri nga Devolli, i cili është aty për të respektuar në radhë të parë një krain të qarkut Korçës me vlera, me tradita, që meriton patjetër të ketë, siç e kemi tradit, Partia Socialiste të ketë deputetin e vet të sigurt, ndaj është vendosur në listën e sigurt. Por do të jenë 2 djemë të rinj, do ta them më poshtë, që do të punojnë në Devoll dhe që do të përbëjnë modelin që na diferencon ne si Parti Socialiste në atë bashki, në qarkun e Korçës, po specifikisht në bashkinë e Devollit, 2 djemë të rinj të shkolluar, punëtor. Genti është me një traditë, me një eksperiencë të gjatë në Partinë Socialiste, ndonse është djalë i ri, e ka filluar nga antar i thjeshtë i partisë, është bërë kryetari i Partisë së Qytetit, tani kryetari i bashkisë, i Partisë Socialiste për bashkinë e Devollit, është aktualisht nënkryetari i bashkisë së Devollit. Siç e thash, dëshiroj që përmes shembullit të Genti Lakollarit të inkurajojmë gjithë të rinjtë dhe të rejat në Devoll, qarkun e Korçës dhe në gjithë Shqipërinë, për treguar se si brenda Partisë Socialiste bëhet karriera përmes punës. Ai ka punuar me përkushtim në çdo fushat dhe mbase sot surprizohet kur dëgjon emrin në listën e mbyllur. Natyrisht që e di, jemi konsultuar edhe me Partinë Socialiste, por besoj do të jetë surprizë për të. Për gjitha këto arsye, ai do të jetë në listën tonë të mbyllur. Pra siç po e shohim, drejtuesit e qarqeve në Partinë Socialiste janë duke prezantuar emrat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Nga ana tjetër, në Partinë Demokratike sapo ka nisur mbledhja e Këshillit Kombëtar, ku edhe aty do të diskutohen të gjitha kandidaturat deri në daljen e listës zyrtare. Ne do të kthehemi sërish në këtë listë që po prezanton Partia Socialiste, ku siç shihet, kryeministri Edi Rama e ka mbajtur fjalën e dhënë. Pra, do të bëj transfuzion gjaku. Duket që ai ka pastruar nga garda e vjetër, nga xhaketat e vjetra, mund t'i quajmë si të duam, njerëzit me të cilët ka qeverisur për gjatë 12 viteve Shqipërinë, duke ofruar emra të rinj, figura të reja dhe mbi të gjitha shumë gra. Listat që po prezantojnë deputetët dhe ministrat e Partisë Socialiste janë dëshmi e qartë e kësaj, jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, jo vetëm në Dibër, siç pa ministrin Manja, por edhe në qarkun e Korçës, siç po shohim nga zoti Peleshi. Ka marrë një numër të konsiderueshëm votash, sot është zëvendës ministër i Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, është farmacist në kualifikim, ka qenë presidenti i urdhrit farmacistit, është modeli i punës të përkushtuar ndaj njerëzve, dhe jam i sigurt që do të performojë shumë mirë në këto zgjedhje, të cilat, siç e thash, janë zgjedhje ku Partia Socialiste do të synojë jo thjesht edhe vetëm të mbajë 6 deputet, por do të synojmë 7 deputet në qarkun e Korçës, dhe mbase kjo duhet ta themi dhe ju intereson. Është sfidë e madhe, padyshim, por ne jemi sot 6 dhe do të shkojmë 7 deputet përmes kësaj skuadre të shkëlqyer fituese që unë po prezantoj. Besa Spau ka lindur në 3 dhjetor 1987 në Korçë, sot është në kryetare e bashkisë së Korçës, ka kandiduar edhe në listën e bashkisë së Tiranës
në vitin 2017 dhe në pas në vitin 2021 në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Korçës. Ka një eksperiencë të gjatë në punën e vetë administrative, është një specialiste, është një inxhinier ndërtimi, e diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, ka qenë drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Kadastrës dhe pastaj dhe të Korçës, sot siç e thash është nënkryetare e Bashkisë së Korçës, vjen nga një familje me tradita, por edhe me kontribut të jashtëzakonshëm për Partinë Socialiste, që herët për Korçën, edhe unë dua që këtu t'i çoj një falënderim, edhe një mirënjohje babait vetë që ka drejtuar Partinë Socialiste për shumë vite dhe që sot besa e padyshim e përfaqëson edhe atë, pra dhe familjen e saj me shumë dinjitet. Bledi Çomo është lindur në 22 qershor 1982 në Pogradec. Bledi Çomo është jurist, avokat, me eksperiencë të gjatë edhe në fushën e avokatisë, por ka dhe një shkollim në menaxhim biznesi, studimet i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës dhe në Universitetin Panoli, pra ka dy bachelor, siç e thash ka qenë nënkryetari i Bashkisë, ka qenë sekretari i përgjithshëm në Këshillin e Qarkut dhe administratori i zyrës avokatisë Çomo & Friends, ka drejtuar Partinë Socialiste për shumë vite me sukses. Bashkinë e Pogradecit ne kemi dalë tradicionalisht fitues, ka kandiduar në vitin 2021 dhe ka marrë pothuajse 6.000 vota, tani do të jetë një kandidat që jam i sigurt do të jetë fitues bashkë me kolegët e tjerë, do të përfaqësoj qarkun e Korçës, po posaçërisht Pogradecin me të cilin ai është aq shumë i lidhur. Eni Zake është emri i njohur sepse është deputete aktuale për qarkun e Korçës, ka lindur në 12 shkurt të vitit 1981 në Korçë, ka përfunduar Fakultetin Ekonomik të Universitetit Panoli në Korçë, në financë dhe kontabilitet, dhe ka gjithashtu dhe një master në Universitetin e Ohrit. Është deputete e qarkut, siç e thash, ka qenë administratore e Universitetit Panoli, e lidhur shumë me studentët, me të rinjt, me gratë, me vajzat, ka punuar për mbrojtjen e drejtave të tyre, është sekretare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka një performancë të jashtëzakonshme, shumë të mirë të shkëlqyer në grupin ton parlamentar, ndaj dhe padyshim e meriton të jetë përsëri në listën tonë. Eridion Rustemi është një djalë i jashtëzakonshëm nga Pojani, nënkryetari i Bashkisë Maliqit sot, por që më ka bërë shumë përshtypje mua dhe të gjithë kolegëve të tjerë për kushtimin e vet ndaj komunitetit. Jeton edhe punon në Pojan dhe në Bashkinë e Maliqit, pra, është nënkryetari i Bashkisë, ka qenë më parë administrator, është njeri që duan të gjithë, e respektojnë të gjithë dhe i sigurt jam që me këtë hap në karrierën e tij, një djalë me perspektivë edhe për të ardhmen, ai do ta tregojë edhe vlerën e vet në votat që do të marrën atë bashki. Por jo vetëm. Gzim Gora është emri i dytë që e thash pak më lart për bashkinë e përfaqësuesi Bashkisë Devollit, natyrisht në listën e qarkut ton. Ai ka lindur bilisht në vitin 1988, siç e shikoni përgjithsisht, mosha është e re e kandidatëve tan. Ka përfunduar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega inxhinieri mekanike dhe master shkencor në energjetik. Prej 13 vitesh punon në sektorin privat si menaxher projektesh, është pra një profesionist shumë i mirë, nuk është ndar nga Devolli, për asnjë moment, ndonse tani punon në Tiranë, është prezent çdo javë në Devoll, është një djalë i mirë i Devolli nga një familje e shkëlqyer, siç e thash, modeli jonë është Genti Lakollari dhe Gzim Gora, dy djemë të shkolluar, punëtor.